Përshëndet gjithë juve që jeni me valët 102.2 është ky edicioni më i ri e emisionit Acoustic Night, ku realizohet çdo të jetë nga ora 19:30 deri në orën 9. Sot kemi përjashtim për shkak se kemi një super muzikant në studio dhe I ka angazhimet e veta. Morë zotit. Diçka po fat. Po, sot e kemi Xhemil Xhinin, që është një muzikant I njohur I vendit tonë dhe është I specializuar në instrumente perkusion. Pak më herët Xhemili thashë, po nëse të thash, unë jam profesionist I fushës, mirë thash, shumë mirë thash. Edhe ma herë thash që edhe kam qef me knua, po jo Xhemil. Kështu që definitivisht sonte e kemi një muzikant kompletuar. Faleminderit shumë që jete kohë dhe je pjesë e edicionit sot. A jena lidh tash në live? Tash në live. Hajde po zgjidhem. Përshëndetje, faleminderit shumë, kënaqësi, pak emocion. Është kënaqësi që të kemi sonte. Faleminderit shumë lavdata më vllabër, Jo, shumë amido. Nuk është amido. Nuk dham lavdata, në bazë këtë atyre informacioneve që kemi marrë dhe kemi marrë shumë pak, domethënë këto janë këtë vërteta. Shumë faleminderit. Nis që janë aktivitete që keni kohë gjatë që mirësh edhe je I angazhuar në për shumë projekte tash. Kështu që janë lavdata. Bile shumë pak fola më duket ty sa. Është pak më shumë thonë. Ma pak lutna. Okej, përshëndesim shumë edhe Friksin edhe për Prefigun. Po starojmë që na mbështet në realizimin e këtij emisioni. Po valla. I ka perfekt Xhemil. Perfekt duhesh. Ky pak më bën njëri mirë na bën një 2-3 sopa. Atëherë mas emisionit duhet më shkuar po diçka. Po bjen ajo që thash fillim e kemi nis më herët se ka angazhime, po ka angazhime me hunger vjen. Mas emisionit apo. Jo, bën ma vonë vjen. Ma vonë. Ta manon tona. Mas 11. Okej, Xhemil, kemi sa vjet që I kemi këtu, pak a shumë e shpalosim edhe atë historikun e tyre. Do të thonë jo prej atyre fillave të para ndoshta, po prej atyre projekteve më serioze që ata kanë filluar, na po shohim që tash je aktiv edhe ki faktikisht bashkëpunon. Shohim se është me shumë këngëtarë të njohur të skenës që janë intash të përfshi prej Limanit e Tunës, gjithashtu je angazhuar në bendin Oxygen. Po duhet të fol edhe për atë historikun pak para këtyne, do të thonë se po besoj që historia jote s'ka filluar këtu, ka filluar shumë më herët. Po ngjalëri. Po pra. Faleminderit shumë. Na se pequjmë këtë periudhën para lufte dhe mas lufte. Po. Do të thonë para lufte fillova më mësu me instrumente, me bateria të risha tupana. Dhe fillova me mësu këngë, ju dini vetë çfarë vështirësi kena pas për me dëgju muzikë më së pari se sot është gjithçka shumë e lehtë. Jemi mësu, kemi ushtru shoqëni të re kemi bo në Prishtinë, unë jetoj në Prizren, kam jetu në Prizren. Orine. Faleminderit. Edhe fillu me bo shoqëni në Mitrovicë, në Prishtinë, etj. Kombinime muzikë, kemi kriju, fakt, kemi organizu koncerte, kemi performu koncerte live në Prizren, në Gjakove, në Mitrovicë, që ato e kemi pas kënaqësi para lufte. Edhe u konë një sikleqme se në atë periudhë se nështë e na bo monoton të përmend, kur kanë qenë policia sërbe, që nuk na leshin rahat, na shtishin mi përkthy tekstet, mos ka diçka nacionaliste. Po, patjetër. Edhe na kur se harroj konga Nothing Else Matters Metallicës, u dash mja përkthy. Apo. Mja u qua atje që oj thashim s'është jo në Metallica. Se ke sa më interesant dush mi pruk këtë kongë edhe që. Pas kanë shëlluar si që se din anglisht. Po, edhe plus janë pagu me marka. Llogaritë. Çfarë do të thonë edhe këtë vështirësi kemi pas para mënat. Patjetër. Mas luftës atëherë filluan studimet, fillum mi taku shumë muzicientë në Prishtinë, në Kosovë, cilët janë shumë të famshëm, jetojnë edhe në për botë. Faton Masula për shembull, punojsha si djaliri mas luftës me njerë. I hipsha autobusit sa atëherë na kom pakera, dhe në gjëna. Dhe Malir, definitivt. Edhe kemi ardhë me ndëgju Faton Masulën. Në më thonë e ka qenë një inspirim për neve, për mu, shoqënin, kena kalu mirë shumë. Mas e kom pas fatin gjatë periudhës në studime, me taku edhe muzicientë atjerë, për shembull, para lufte, para fatale, kur I knesha kongë të Marigonës, ma bëj keni shoqe, thiri bre, thuj bre, në shtatë marin grupë, thësha, jo bre, mu me marë nga pajgare të bosja. Mas lufte, para pandemisë, periudhën e, do të thonë kur isha student, atëherë merr një ftesë prej Teomanit, e përshëndesshëm. Merr një ftesë prej Teomanit, "Ej, çao bona I mirë që ti, apo vjen Marigon?" Unë urdhno. Veç kom dal pi fakultetit. Shkolla.
Edhe që aty filloj, domethënë, takimi me muzicienta, që aty më hap një rrugë tjetër. Tjetër, patjetër. Domethënë dola me një nivel, atë kur lun lojna që del me një nivel tjetër, komplet dola nivel tjetër. Domethënë u bën me menaxher, organizime, videoklipe, koncerte, performanca nëpër lokale. Ka qenë shumë bukur. Edhe kjo është ajo periudha faktikisht kur mbahesh si figurë edhe si profesionist i muzikës, për shkak se nganjëherë ndoshta ka njerëz që janë shumë të mirë dhe jezin hije në momentin kur performojnë me ato bendet që janë për momentin ose që janë të kohës. Marigona në atë kohë kur edhe është edhe është top, po edhe faktikisht u konë super band edhe që na ka dhënë një frymë të re edhe që u konë ekstrem, unë të pak dhe më prej asaj periudës që punoj radio, dhe me thonë Marigona në alal shë e radio, janë edhe ato kongë që i kemi transmitu edhe atëherë që shohë, nuk janë veç Marigona, s'ka dhe shumë artist tjerë, unë po besoj që u konë një periudhë interesant, një periudhë ku janë dalë disa kongë shumë të mira të asaj kohë. Shumë mira, kvalitet. Intervistën e parë me grupin Marigona ma bënën, edhe unë ashtu prej emocione thash, jam shumë krenar thash që jam perkusionist Marigona. Ajo vazhdon hala. Okej. Po, vazhdo. Shumë e mirë. Ndërkohë që përveç Marigonës, do të thonë je angazhuar në një kohë gjatë të oksigjenit me Besimdinën. Do të thonë që aty të shohim shpesh, po do të flasim pak edhe për atje ku është ai thelbi, do të thonë thelbi për shkak se je prej qytetit Prizrenit. Do të flasim pak edhe për Zambakun e Prizrenit, se po besoj që kia këto. Për këtë sen po besoj që fol me shef apo jo. Venali. Po, me dash. Venali. Po do me dal prapë para lufte. Hajde me des. S'është problem. Shoqëni kulturore artistike Agimi, kam qenë pjesë e korit. Isha tenor. Bariton, bas, ku më isha? Edhe jam i ka dyrt për po flas për këndim, se jam një perkusionist e cekit që kom qef me kënu. Të pëlqen disa këngë, kënaj e tjera. Edhe ku deshte me dalë më se harova. Para luftës jemi alo. Zambako Prizrenit, që aty deshte me thonë që u lidhen rrugë tjera me ata që organizojnë Zambakun edhe organizator tjerë muzicienta mas lufte. Mas saksisht dikun prej 2006 fillova me qenë perkusionist në Zambak. Do të thonë disa koncerte. Ajo është e jashtëzakonshme. Isha fëmijë, shkojsha me përcjell Zambakun, edhe thësha, a thu vjen ai ditën e medalës atje. Po. Edhe çaj është një emocion shumë po erdhi. Është interesant se shumë artist Xhemil e paramendojnë veten në një skenë, edhe vjen koha, unë po flas për vete, nuk është puna që jo marr me muzikë shumë, po thjesht ndoshta i kam dëgjuar do kong të viteve të 80-ta, dhe për mua ka interesant vetëm me pa atë kush është kaq non, se ti edhe në atë kohë edhe vetë ceke, po kthejnë atë para luftës. Po para luftës. Që ka shumë vështirë edhe për me dëgju muzikë shqip, se lema për mi njoft persona ndërkohë, mbas një periudhë kohore është interesant se e ki mysafir edhe njësh me to për safërmi, kështu që me sa këngëtarin që kom dëgju, si në Salion e tjera të shohë, zota i takojnë erë tashma, ata miq i kom shumë. Edhe është kjo shumë e mirë. Një detaj shumë të mirë që na tregohet pak më herët, mos të bëhemi që na jemi gjithdijshëm, megjithatë e morëm gjatë bisedës, kështu po. Para luftës? Jo, gjatë bisedës. Bëhet fjalë për një super kong, për një super hit faktikisht i gjitha kohërave, themi ashtu që është çaj kitara ime. Na jemi mësuar domethënë për me dëgju që e ka performuar edhe Agim Tejeci edhe. Po si kemi ditë asnjëherë ndoshta s'kemi hulumtu për autorin, kështu që autori është djali i Axhës. Po, ka pa. Tash kjo është dhe faji jonë. Megjithatë, na duhet me pranu. Që është në fakt që se kemi ditë. Po. Flasim pak për çaj gitare ime, që unë po besoj që ti është shumë krenar kur e dëgjon këtë këngë për shkak se është komponuar prej djalit të Axhës apo jo. Sakt, kjo këngë unë saktësisht nuk e di vitin kur është komponu, po e dim që është e vjetër. Indjeri Alajdin Gjini, djali i Axhës, ai ka komponu këtë këngë. Si duket ja ka dediku dikujt për nese. Edhe me shokun e tij të Ndjerin, Abrashi, ai ka përpunu tekstin. Edhe kur e kanë bërë këtë këngën, thjesht pak kanë qenë ndoshta më dembela, më tërhekun, edhe ja kanë dhuru Agim Tejeci, zotëri Agim Tejecit. Edhe Agimi e ka incizuar edhe në përfillimet e ka rregulluar mirë edhe ka pas shumë sukses. Po një këngë që ka. Domethënë kënga është e komponuar prej djalit të Axhës, e kënduar nga
shoku jon Agim Teci. Do të thonë që vjen prej një familje muzikante. Shumë magji. E Tranova zhvine hajt. Fuqo që ki shtëpi, s'ki banes. A ki banes? Ja banes kom shoqër. Pa normal, se s'ki parë tima me blesë, e kishe blen vend. Kishin qitë me njerë, jo, se me banesa rone. Xhemil ka rome punu edhe me njerëz ndoshta s'po them amatera, por njerëz ma që nuk miren gjithkohon me muzikë dhe nuk kanë ashta ato përvojat e mëdha me një orkestër shumë të madhe, deri te këto orkestra shumë të mëdha, siç është Radio Televizionit të Kosovës, ku në festivali, do të thonë që ti performon gjithashtu edhe këto orkestra tjera ku ti ke marrë pjesë. A më nëshme nga ka zu pak dallimin se ndoshta edhe dëvyni farë kohë për mu ambientu ose që ti unë, të pak të na e menojmë qështu se nëse jeme dy veta të bo muzikë dhe kalon me 30-40, po më doket që po faleminderit. Unë kom pas fatin me punu me muzicienta e përmenda marihuanën, ajo veç filloi mu kriju ajo përvoja, eksperienca. Atëre po ata fatin mu kyç në Big Band të Kosovës, pikërisht në televizion atje, televizion me shtetit. Edhe fillova me bo përvoj se cili muzicient aty në thoi za maj trenë se tjetri. Edhe non-stop të marrë përvoj, parno lapën. Lapë të doa shumë nëse më dëgjon. Lapa e shumë tjerë, dhe më thonë përvoj, kom fitu aty definitivisht. Edhe po dhe me dalë pak ma herët, një pik ja kom qitë vendit, edhe kom thonë qatë pik do të amri, me mund. Edhe qatë pik e kom ri, po bona sikur ata tash jaku jam. Jaku jam. Do të thonë pa punu, pa u lodh, pa sakrifiku nuk bëhet. Po edhe unë jam tip punëtor, kom qef me e bo punën që duhet, të paktën jo mundu. Edhe plus fatim ka pri me miq, shok të mirë, me big band e tjera. Nëse më lejon si vjet është viti i tretë i festivalit që do të mahet. Edhe unë jam perkusionist në atë festival. Faleminderit, edhe shumë jam i lumtur edhe shumë bukur po shkon gjithçka. Patjetër. Edhe po gëzom që në vendin ton kaq si festivali. Po, më unë e pisam këse institucion. Po, ka qenë ide shumë e mirë edhe Big Bandi, mos të harrojnë, do të thonë gjatë viteve kur ka funksionu. Shumë koncerte kemi bën Big Band. Kemi kalu mirë fantazi, po probleme ekonomike bla bla bla. Eci. Për fat keq, vjen keq që Big Bandi nuk funksionon sot. Secili shtet, secili vend e ka një Big Band. Bile në qytete kanë Big Band. E gjëna e Prishtinës ka mundësi, mu pagu, mu roga, instrumentet, mirëmbajtja, vendi, salla, gjithçka. Po çka ndodhi, qysh tek nuk e di, më vjen keq. Patjetër, por shpresoj që faktikisht në të ardhmen do të funksionalizohet prapë, për shkak se në atë kohë kur keni qenë funksional, thjesht do të thonë keni mri edhe për me depërtu deri tek njerëzit edhe ka njohur si një super band të vendit, kështu që i ka hije këtij vendi më pas. Qysh jena të shku te Big Band popullore band. Domethënë veç darsmat. Po. Për fat keq po, do të thonë edhe ai ka rënin e vet, din so shpreha keq për fat keq, ka rënin e vet veç që ka nevojë një qytet si Prishtina, si Prizreni, tjera me pas një band. Ose thjesht institucionet publike që janë si çfarë bendi prej Turqisë me performu për disa evente i kompa në Kosovë, tukon me pas në Kosovë kemi shumë muzicientë të mirë, shumë kohë, plot. Shumë mirë që e ceke, do të thonë, për me ardhë instrumentista prej vendeve tjera. Megjithatë unë e kam vrejtë që edhe prej vendit tonë shkojnë, sidomos në Shqipëri, për shkak se Shqipëri e ma gjonë. Po, edhe ma gjonë, për shkak se jeni shumë të mirë në atë fushë. Qa po thotë? Në liftoj. Jo, definitivisht po. Ka për thonë në miqë, do të thonë kolegë tu që ko pas ku marrim në informacione se çka boni, megjithatë e di që përshtatni shumë mirë dhe lani një shije shumë të mirë të publiku kur paraqitni në vende të tjera. Më shumë na ka thënë se ka qenë përvoja më e mirë kur ti je kol me një vend jashtë këtyre kufijve tonë që i kemi. Qoftë këtyre artificial, qoftë natyral. Në Shqipëni veni që e dojmë në normal këtë, edhe kom pas fatin me më kaftu Ardian Trebiska është një këngëtar, unë e quaj atë Julio Iglesias shqiptar. Apo. Edhe më kaftu në koncert si perkusionist, shkova atje, prova, takova muzicienta shumë të mirë, nuk kanë majtë si plomb që thënë. Po, kur të bëm punën, nuk ka problem. Kemi kalu mirë shumë, mëse kom pas fatin profesorin Alfred Kaçinari. Po. Zotrin, se e kom edhe shok, legjendën, Shpëtim Saraqin. Do më thonë me ata e më taku edhe gjithmonë për krahje, gjithmonë në kanë qitë për para. Bile
Të ka zënë një kuriozitet sot, Alfredi më kritikoi. Për? Se u lazrova, diçka që më tha çitu ta shukri po falet kur fol. Tani nice është kjo. Kom pas provoj shumë të mirë në Shqipëni atje. Na kanë prit mirë, kena performu mirë, po edhe shokët mi, kolegët mi të Kosovës kanë shku atje edhe definitivisht. Për shembull edhe me muzikë elektronike, me DJ, me gjona funksionoj si perkusionist. Është një grup në Shqipëni. Nëse më lejon, Ritual është band, funksionojnë perfekt, kanë ideja të bukura, origjinale, më ftojnë disa herë me shku me zavencu një mashtrus një shok teme. Edhe definitivisht në presin mirë, kalojnë bukur, jonë definitivisht mirë. Patjetër. Përvoja perfekt, eksperienca është shumë mirë. Shumë mirë. Unë thash edhe më herët, domethënë është interesant, domethënë se sado që na shohim që kanë na duket një farë katrahure e muzikës, por shkak se prodhohet gjithçka dhe kanë konsumohet ndoshta gjithçka. Megjithatë shohim që të arti jemi mirë se edhe kur dalim diku tjetër. Po flas për këto që më thon ato veprat ose profesionistat që shkojnë luajnë diku tjetër. Domethënë jemi këtë në rregull, po ndohet. Kanë po na duket vetja si koncerti i operës së dikun që nëse him brana s'pra duket vetja që jemi bashkë nera ka tymi Obiliqit ose dika tjetër. Se më lejon të tregu një detaj, kemi qenë Bienale Napoli. Okej. Edhe e një gitaristin Agrompeni, e përshëndes shumë. Lëm na shqiptaria që kemi ato. Shumë mirë, kemi pas mësuesin e tij të parë këtu në studio, po. Tagronit, jo se kemi pas Tagronit diku tjetër, pas më fali. Edhe Edon Ramadani, Agrompeni, Ilir Tolaj, Luan Macula, ishim si një këlli plakt, asaj kohës se tash unë s'jam në këlli plakt. Kemi performuar Bienale atje, edhe çka deshta me tregu është se në fund të mbylljes së Bienales, erdhën organizatorët, kështu bukfalisht tret për kraj ma ngjitën, tha po dojnë e bën mbylljen me juve. Unë meta, thesha, po në gorë, kamera më shef sa çka ndodhi. Tha ku është ai gitaristi? Kemi dalë në skenë, unë e doni edhe Agroni. O zot, çfarë përjetimi ju kanë. Ja po ishim njerëz, hajde ju miraz, si jam session kërkush zvike. Ja. Agroni pak jo, të shin po. Kishin qef me ngu mirë. Normal. Përpos mua, e doni edhe Agroni. Ata dy shumë, por pian, Edon Ramadani, profesori, piano është ai. Ai është i gjon shumë. Agron Pani është shumë i gjon, dy stile të ndryshme, Agroni është flamengo. Shumë bukur ka qenë. U mush skena e ajo kom përjetim për neve. Se na Kosovar ishin prej 100 shteteve në këtë botën, neve, pikrisht ma gjiti për kraj, tha ju keni me dalë me mbyll. A para neve ka qenë big band i Napolit. Po ndohet që ka kaluar ajo koha kur faktikisht e neglizhojmë pak vetën ose strukemi, thojmë ose këta vinë prej kohë. Po ndohet që i kemi kalu pak do hapa ku kemi dalë, kena shëtit, kena pa. Kena pa që nuk janë edhe ku me ti se shka, po jo. Ata janë, po... Janë, ma principiera në punë, me thonë se i kanë kushtet, thjesht janë në, unë e quj pak ma bukfalisht, në shinat punës. Ana jemi thirë Hyseni, thirë Gjemilin, thirë ato, hajde të punë, 2-3 ditë prova vazhdo. Na jemi ma të gjindëshmë, definitivisht. Neve gjuna në malë, s'ka problem. Jo, më s'ka probleme, bojmë autoban. Me më qumu në malë, unë e marrë instrumente në vend. Po, ki drun, ki gur, më qumu unë e vesh një shatore, se pita edhe me plejt rrushë. Po ti ta merë shatorin edhe ban? Valla, se besoj që je bash qashtë. What are you? Që tu qa pas këtë bosh. What are you? E qa kena ek kuzhinën shtu, për me po që të skenë. Por, pëse vlog kuzhinën eke? Milion. Le që tu këshim pina e zena e kofën. Këmë bo pita i shumë kaqë. Se isha saj kohë që e ka hek, do me thoni në Arab pak në vija, dhe shë. Veç unë e sëmë po bishkrit. Jo, shumë mirë të kje dhe ti. Jusko, a pa të me me diçka për naj Kongo, se diçka, ose e që më se... Jo, mu po më intereson, a ka dikush familjen e juj, muzikant apo je i vetmi, edhe pse perkusion, pse ritëm? Vlau jem, aj filloj me bas. Po tash vlau jem e ka këshyrë djallë në Agjës Gani, Gjini e ka qenë këngëtar, grupit Aida, edhe vlau tjetër të më dhëmë, djallë Agjës Temi Ndjeri, aj që ka komponu kongën, ata e në marrë muzikë. Besa dhe një djallë Agjës tjetër se bajdini, edhe ata me gitarista, bile unë e për herë të pare, po është gitarë me 12 telat e se bajdini në dorë. Si fmi. Baba em ka qenë i vogël, ka lujt me instrumenti kanun, që është turkishe, edhe normal, si çdo shqiptar, çdo njeri që ka atë ritmin, percussion, domethënë taramuk në atë vakt, s'ka pas tjera.
u marr pak, po çaty, edhe gitare. Ku e kom marrë unë, vllau ka filluj pari, edhe është një sen interesant, nuk më leshin me shku mi ndëgjun prova. Dhe nëse vllai keq. Xhelozia. Xheloz. S'm leke me shku prova, se ata me shoqnin e vet, edhe unë e vjedhur azi. E tash, veç kur kishin interes diçka për me, se unë jam pak asi tipi ndreqi, bëj halete, rregulloj, bëj. Kur kishin defekte, diçka veç më bëket, Gjemil, shpejt! Jo ndresh në instrument, në esen qështu. Edhe inspirimin muj me thonë që e kom pas të vllau. Okay. E pse bateri nuk di vllau, po të ep ke zoti këtë. Po, është e vonë. Mi rre senet. Po, normal. Ndërkohë që ata tjerë të Gjemil kanë bu muzikë para te, ta shanin vetën të si ma profi sekreta, jo. Ata shkretit kërkasjo. Njëri ka përparu. Une, të thëmë sinqerisht një sen, është hajgare, po une kjo ka ndodhë për një me. Ushtrojshin vllau jam ata dhe zdi që ka unë hina, ja u prisha paka tripjen, edhe një farë mënyrë më qytën jashtë ashtu, edhe thash, keni me pa, krejt kanë me mnjoft mu juve kërkush. Kërkush që. E sot i shok i vllau të të valla Gjemil Allah. Mire, ke pas. Edhe unë ja bëhet, ju e një dembela, unë e kom nga shok jam kom punu, kur s'kom thonë jo. Gjithë jam munu me punu, që unë e kom djalin 18 vjeçar dhe vajzën 12, vajza është piano edhe kënon bukur, po kur nuk ja kom imponu, edhin. Djalin e kom është shumë i talentum, se tash po bon asja ta prend që i livdojnë, po ma dembel në boska. Për shembull, te une ka bateria, perkusione, tupana, gjana me marru 2 shtëpia, ai si prek. Ba po du gitare qorna, po du piano qorna, kërkajq. Qa me po, tash e qika me piano ushtron, ajo tash po du me thonë që pak po vazhdan. Po. Shqyqyr nuk i miren me tupana me sene, se s'kisha pas nerva mi dëgju kam. Në shta mi ra bukur, isha knaqë, ama mi janisë më ushtruaj. Momentin kur je profesionist i fushës, faktikisht i vrejnë, mandej ato detaj, kështu që nashta ma mirë një arë. Tash më falë, po drejtona profesionalist. Okej, falimderit shumë, po nuk jam profesionalist. Kur shkojnë kafeq në lokale me ndëgju, po më me nejtë, me shtëshni, nëse ka live, unë e s'di me bu ma vetë. Ajo? I të njëjtit kokë. Veç e një që ka boje, që po bëne basist, që po bëne gitarist. Ani me bo gabime, unë e munon adin se ndodhin, si që njëri gabon, ndodhin gabimet edhe ai muzikantit këqyr ty, me dhe me kërka adin që gabova, a unë në atë moment, isë këqyri, a veshin atje kam. Po, që si keq. Jo është mirë me kesh kur gabojnë. Ja, zotin orët, ja. Okej, sa i përket si këngëtar, dhe më thonë se pak ma i rëthamë kom qef me knu, shtu që spelona me fol po Prishtina me knu. Jo, bëse si jam këngëtar, pa. A, po që ata. Hysko që a i kështë thonë për me knu për stat. Mu më ka pëlqy që e ka ripërpunu këngën e Elitës të pres, se ka dalë në krejt tjetër botë. Edhe është një stil pak ma ndryshe. Është kitë tjetër stil, na kështu provu edhe me bo live, nëse bon, nëse guxojmë, që s'guxojmë e bojmë. Nëse ku marrë tekstin, a bëhet problem nëse? A na vërtet dikush? Kur njerë. Kur njerë. Na vërtet dikush. Jo, me guxu, po çfarë ti? Në fakt para se më nis me knu, i kam punu disa këngë, i kam përpunu covera. Ato covera e kam bo me një qëllim, që njerëz pak me dëgju, edhe me këshyr masa, apo më shan, apo më livdan. Tash dihet gjithmonë, ka dikush livdan, ka dikush të shan. Shumë pak muzicienta na kanë përkra, kanë thonë, bravo, mirë, tjerë të zbojnë zo. Po, e kon vrej këto. Po, s'peti që ka problemi ku, po. Pak a i gare voj, po. Jo, veç, ta jo së më intereson iq. Po du me thonë që unë për qefi, e përmende oksigeni, Besimdina. Besimdina është një njeri, ju e dini, krejt është një njeri shumë i suksesshëm, është një njeri cili na ka hap dyrt krejtve aty. Ai vetëm ka thonë 100 herë këno në oksigjen, po unë e kisha pakat me qenë frontman, sa që e për lem perkusione, këne ka pak dil aty. Ka ndodhë për shumë dhe ka fillu emision, hajde që mi dirë kënë një kongë, muzikë unë, ku, qa me kënu tash. Atin që si sene. Aty, definitivisht, disa herë kom kënu, edhe kom pas kritikat bukra për njerëzve, ka pas edhe njerëz që më kanë shoh, po pak jam kanë shqeta. Thjesht do të thonë që nuk pretendoj më po frontman këngëtar. Me qenë se nuk i di se kurse di. Megjithatë këto këngë që bëhen për shefi ose kur kënon për shefi janë shumë natyrale dhe janë shumë të mira. Shumë unë a disa shumë një moj këngëtarve, forza ju një moj, domethënë
me vokalin dytë e tjera. Çike është knasia. Të kënaqem i bor. Se kam jetë më vesh të tërpantoll kravatin e me kap tjetër kështu. Patjetër. Sa ata s'na shohin radio po. Edhe për çfarë do të them që dalin shumë të mira mandej këtu dhe kemi arsye pse të kemi thirr, jo vetëm për perkusione, do të thonë të kemi thirr edhe për vokal. Për shkak të vokalit. Po se ka vokal me veçantë. Faleminderit. S'ka gjë. Për çet lavdot i dhash 5 euro, më duket apo? 5 euro. Kjo këngë është e Elitës 5, e kom përpunu, edhe i falenderoj shumë atyre që më kanë leju, se e din drejtat autoriale. Pse kjo këngë nuk ka ndonjë dedikim në esen, po veç më ka pëlqyer kështu moti. Kënga po të pres, Elita 5. Se një goja shkojmë? Në vend takimin ton, të presi gjithmonë, por ti më the, mos më prit atje, për sëri të pres, hija vetës shpres, pasi jam zotua kemi me u takua. E di se do t'vish, e di se s'mund të rish, e di se gabon, se ashtu vepron, e di se do t'vish, e di se s'mund të rish, e di se gabon, se ashtu vepron. Kale kohë gjatë, u bëhora natën i është vonë, serdhe si gjithmonë, mendoj vetë mua, ndoshta je pendua, më duke të presia vetës shpreh. E di se do t'vish, e di se s'mund të rish, e di se gabon, se ashtu vepron, e di se do t'vish, e di se s'mund të rish, e di se gabon, se ashtu vepron. Faleminderit shumë. Au. S'ka normal dhe veç ty, për pas ka normal dhe neve dhe me një këtë kohë. A din qysh Gjemili ka ardhë me kombi, nuk ka ardhë me kjerë, po du me thonë që shumë sen e ka marrë me vete, ka një farë qante si sportbilli, ka s'kam to. Shumë, përveç kësaj tës këtu, Kahoni? Të, kaon, pse të, pse nuk e ki po kaoni me shkojnë kë, kaon, pse të? Qysh mullë në ta, në kë? Jo, kjo tëja e kanë prodhu perkusionista me qenë ma komod. Se ti ki po kahoni është që ullën edhe gërbavësh. Se mërë djallë mu gërbav, është problematike, kjo definitivisht kur e pash me një remora dhe rahat po... Po voshtaj? Këto e përdori, pa e ka një cifet, po jo shumë, një rogë. Një rogë kosovarqe. Me këto kom pas shumë inqizime në studio, është një vajzë fatbardha, kena inqizu 2 albume, shumë bukur t'inglon, nese, du t'me dit mira. Normal. Dhe thjesht ja kom po hajerin, ma popullorqe. Edhe praktik, edhe e bukur, edhe e mirë. Thjesht profesionalistat e kanë bo. Zgudzoj me thonë, po më pëlqen se ma jep tani. E tash që po thuti, Fese i shala në nëzën që këtë avalinë se shka s'ka. Tash të ndërum dëgjus, unë e kom ndorë tash një shaker. Po. Nuk do të marru vetë, kjo është prej një kutije hapave. Tash na në Kosovë këtu kena mungesë me ble shakerave, zakonisht ka shesin janë shumë të kvaliteti jo i mirë. Dhe unë e dola halakata këqyra, zbajke, qka bona, fillova me eksperimentu vetë.
Kjo është sheker që e përdorin në për koncerte tjera. Bilo është interesant. Me 26 kemi pas koncert me Limanin në Dhëtor. Edhe kur filloi koncerti unë kisha këtë shekerin. Është ashtu atmosferë me bu, edhe një koment i një fëmijë në familje. Ue, pe përzin jogurtin. Aponte me gjithë për shkak që tha me është kuti e hapave, s'po di çka ka vrana, më shumë na shkruaj receptën se po na pëlqen. Okej, s'ka problem. Veget. Kjo me çetsu me të kënaqsh. E kam edhe një vozine. Kjo është më profesionale. E kam dhurat. Okej. Mendoj që edhe këtë ke bo. Ke në rregjë vet. Edhe kjo është e blenë. Okej. E tash diçka tjetër që kam bërë është kjo është filteri i çajit. Edhe kom shku në pazar e kom ble, edhe bleva ruza, aty nëse në qafë që i qesin. Po, okej. Edhe musha me ruza, edhe kjo t'i ngon. Edhe po mirë. Më thonë vetë e ki... Okej. Shumë këto në Shumë mirë. A ke ditë sa gram me qitë në ta? Apo me vesh e ki? Me tahmin. Më thonë me vesh. Besoj që du gjustin një mirë aty se Radio Plusi, frekvenca, sa në bukra të mira, but e di që i dëgjojnë. Tash që ky shekeri, është prej 2 kremave. Krem të bevave, dhe gjustë të dashur. Krem të bevave, mos bëjmë reklam. S'ka lidhje. I në gjita bashk, i kisha 2 kuti aty në qëtë biznesin ku e kam. Me qa e kinë gjitë me të kallë? Ruza, mrena, veç krokodila s'ka. Edhe kjo po funksionon bukur shumë. Shumë e mirë. Ke tjetër... Këtia kom bodhe një snap. Po. Edhe kjo ka do Shumë e mirë, interesant. Sot është era parë, premier që me përdojë. Tjetër që kom bu këtu? Na duhet edhe 30 minuta me nxerr këtë sanë, të në? Sasna. Shka të këtë ma naturale që i ki boti Për vetë. shka kushteve që s'kemi pas mundësi me ble instrumente, edhe ka qenë problematike të na. Unë vetë kom marru bateri tupana, bubnje që i thënë. Vetë shkësha në spital Rengena, tash mos t'i përsëriti se kom përsërit shumë herë. Po kemi qenë kreativ. Tash fëmijët i kanë instrumentet, kushtet, mo print, i shone, i egzagerojnë, i bojnë sena shumë të mdoja për mja o plëtsu fëmijëve kushtet. Po, dembelia, telefoni, bile unë e hapa një farë atelier në Prizren, mi mësu fëmijët me perkusione, thjesht e kisha një mesazh që fëmija mu largu pak prej telefonave, 2 muj funksionaja dhe posh që u largova se fillova me ngecën gjama tjera. Definitivisht e kemi përmendur edhe njerë këtë pjesën e para luftës. Hala s'kena dalë para pandemisë. Jo, më boni përshtypje se e kemi përmendur edhe ma herat që për një me në atë kohë, do më thonë, është edhe më kujtohet edhe këtu ka qenë spitali i Mushkrive, ku ke shku edhe ke marrë Rengena. Po më interesoj basin që ka bo, se unë e di një verzion që është bo, do më thonë, lagje, ku ju më korona. Të na u konë me këto kazanën e maqinës Lamjes. Edhe me ato e kom bo, për me ato nuk ka funksionu mirë, se ka pas rezonans. Okej, po. Që t'ja një shilte më rana, se ju kujtohen ato buret buret e letrës kartonit. Aty ka pas përpara miell. Edhe çato unë veç shkresha na për shtëpia ku ka xhallare këta, veç shkresha ku është, cili e ka në fond. Dingja merrsha te shtëpia, i nxirrsha 2 copa. Ai ka pas atë tonin e but. Edhe thas të bërllogit, në gjithë tape, edhe në fund ja qitësha një rentgen. Pse? Tash për shembull ajo me thas bëke gum. Si e qitësha rentgenin me njerë bëke tip. Shumë e mirë. Adin, në shko është interesant, e kemi kërkuat soundin, zonin me qenë mirë. Jena munodin, që qebe... Shilte. është edhe një sen interesant, mërshim kapakat këtyne djasnave nëse kujtojnë ato teneqës. Po. Edhe u qu baba, tha, ku shku më brezin gjirat bret kodës. I ka marrë. Dhe tu bështu. Mërshim ato zinxhirat për shkak se kur i msheshet ja se jave ke pshina. Kur ato që zinxhirin vike një farë. Toni. Alo është farë knatësio. Po kur e ko marru pedalin e parë të kikut të basit, ajo po shumë interesant se po ta kisha po me sy, shkon super. E kisha Po gjithë shka improvizim. Po, improvizim. Garnishlën e dini çka është. Po. E kishim një garnishlën në shtëpi ashtu, a dini se cila shtëpi ka një dhomë diqysh nal, dikun aty që rrin çosh ka sen aty. Veç me lona i sa. Po, unë veç shkova ata, hap e nxira, e preva. Kisha një kauç që ja nxira një feder, një baglon derës që kisha në shuk, i lidha ato i bona ashtu për me shtyp një anten të telefonit. Si moni men ato telefonat Toki-Voki, e këputa, me dhun, edhe një top i tenisit, e kom mush me
gips. Po. Me gips edhe kom shti aty edhe me çato funksionoi ke 8 minuta, 12 minuta me ndres. 8 minuta. Atë se kuona e vërtet. Kreativitet. Ka që mirë. Jo, definitivisht kanë herë thonë që sado që na duket që keni kaluna për disa gjana, më duket që është gjenerate ardhë për shkak se janë provu shumë me gjithë shka. Edhe kjo është unë po menoj është pasuni për një njeri. Definitivisht. Edhe nuk është e keni atë shprehjen nona vakive, unë jam baba vakive. Na i ditë bosh gjyshe. Kena pas shumë thash në kanë shtiv metalikën me për kësi tekst. Po, patjetër. Është edhe interesant edhe një ngjarje, domethënë kur keni dashur me xhiru një spot, edhe kur keni pas probleme me polici. Pandemia? Jo. Ma herët. Ma herët. Para lufte. Para lufte kena pas gjithë probleme. Po. Ama jo, e kom incizu, kom xhiru një këngë kur vjen fylli çiftelia, lidhet me Izraelit kohën e pandemisë. Kohën e pandemisë, okay. Dhe unë çka bona tash unë punojsha në oksigjenin se kemi nal asnjë moment, edhe kisha lehen që kemi marrë për shtetit që kisha me çarkullu. Edhe çka bona unë e thira një shok temin, një kusheri, ai me telefon. Një farë telefonit fort me kamerë, mos t'jap emna, edhe e kemi xhiru spotin. I qita perkusionet, kush është interesu me këqyr, është në YouTube, Gjemil Gjini, kur vjen fylli çiftelia, është këngë shumë e bukur, edhe unë i kisha perkusionet, kërkush s'ka aty, veç unë edhe djali, veç një moment kër e kom një derën, kur i kom po 15 njësi speciale, policijet, i përshëndes fort. Thash Google klipre. Thash kërkoj folje, po thash çështu thash të bo klipin s'kom çfarë pa e bo, edhe ishin shumë njerëz të mirë. Po patjetër. Po s'qeshën tha, mas 20 minuta mos në paktu. E vazhdu me xhirup spotin. Bile mora zemër. Ma i thash, a bon me dol deri te ura që aty me xhiru dhe pak e më kësi. Ta mos me të pa kërkush. I keni legjendë, I keni legjendë. Parave no. Nuk më kujtos tyra ati shumë që ato që te banesa të dalë banor të këtyri. Hini brenda! Veç kemi shku një xhirimi, kemi bo rrugës. Shumë bukur. Definitivisht u koni periudhë shumë e keqe, po për xhirime u koni mirë se s'ka pengu kërkush. Jo, as kjera, as kur gjë heq, fenomenal more. To isha u kon ditën. Nice. Super u kon. Kënaq. O shkon edhe një periudhë kur t'ka marrë malli për kolona. Po. Jo bën nice u kon kena shëtit. Për fat keq që kemi kaluar ato se ka njerëz që patjetër. Keq për ta. Ka qenë një periudhë shumë e rëndë edhe kjo, do të thonë, po, patjetër. Patjetër. A mund të shpak me naknu kongën që e ke pas spotin? Dhe shpak një refren ose të shka. Kur bje fylli çiftelia, a guxon ti? A guxon me gitarë ti? Pe bëjna veç me vokal, që po tani. Kur njës ta prish. Kur vjen fylli çiftelia, natën deri vonë, thret nga zemra knon malsia, krenaria jon. Ti o fylli barive bukur po tinglon, si kristalin në përkroje zëri yt buron. Bjeri çifteli sot jal, këngët rimave t'u shton. Kur vjen fylli çiftelia, natën deri vonë, thret nga zemra knon malsia, krenaria jon. Bjeri çifteli sot jal, këngët rimave t'u shton. Kur vjen fylli çiftelia, natën deri vonë, thret nga zemra knon malsia, krenaria jon. A di çfarë pjesë e bukur është kjo me çifteli? Po, veç me ditë miro. A di sa bukur po dal veç edhe me veç me ka. Unë nuk knoasha. Ha? A shumë lidhë një shërken tjeshtë. Kjo këngë shumë e bukur definitivisht. Definitivisht është një këngë shumë e mirë. Tash që po dolin do shprehje treja, e kom bo me xhelozi. Me xhelozi. Është interesant Xhamil se ti tash e keni përvojë të karo për me lujt shumë këngë. Me ekzekutu, me lujt, se kanë herë ku i thojmë lujt instrumente, po thojnë mos po e keq përdorim. Po, miro me. Megjithatë ka shumë këngë të vjetra që nuk vdesin kurrë dhe janë shumë të mira, domethënë është një palë, është
qysh me thonë është një thesar I lojnë shumë për mas, që njerëz nështë që s'ju dijen as autorët. Po. Na, disa krijues që mundohemi me I qitë në pak këngët e vjetra, qëre nuk e kemi letë mi bo këto këngë se është përgjithësi shumë e madhe. Fundit kush është Gjemili me bo këngën e Naile Hoxhës për shembull që e kom përpunu ato. Kush është Gjemili? Është pak me përgjithësi, po me kujdes, me zbukuru, me dhon originalitetin tonë. Patjetër. Në momentin kur këto rikthehen, është mirë se ka një tendencë shumë të mirë te gjeneratat e reja, se këta 20 vjeçar kanë erë, unë kujtohet I bashkëpunon edhe me Yllimanin, domethënë që faktikisht këta kohën e fundit e bën edhe këngën Shadrvanin, ndërkohë që shumë 20 vjeçar se kishin një, por në momentin kur e ka bërë Ylli, domethënë është rikthyer edhe një herë dhe mandej domethënë kërkohet autori shihet se është bërë edhe prej dikujt tjetër, një kohë me sa di unë ka qenë edhe ka marrë pjesë te Zambaku I Prezorinit, po s'dia ka qenë fitues apo jo, se kush Ylli? Jo, kjo po, është fakti, po, fal, se të kesh kuptuar. Po kjo këngë e ka marrë vendin e parë, viti nuk më kujtohet. Po, faqëdisht është po. Prej Nexhi, po, tepër. Që performojmë nëpër lokale etj etj, e kënojmë këtë këngë. Po. E kënojmë definitivisht. Po kjo këngë është kënu, po. Ja kena po hojrin kësaj këngë. Një çiki pëlqej kjo. Jo gru para. Jo, ka njerëz se mirë prej dikujt si tendenca, kjo këngë është e nime. Megjithatë, pse jo, në momentin kur një këngëtar ka influencë tek disa mosha, domethënë më të reja, është mirë që këto këngë është ta mori sjellë edhe një herë, për shkak se gjeneratat e reja e dinë se është një trashëgim I domethënë e mirë e viteve të kaluara. Ylli këtë këngë ka kënuar në Prizren kur ka qenë koncert kalo, edhe thjesht ka bën një stil të vetën e cilin thjesht në secilin qytet me kënu diçka të tyne, originalin e tyne. Shumë e bukur. Edhe ka pas sukses. Ka pëlqyer njerëzve se ka ardhur pe Yllit. Ylli kënon shumë bukur, është shumë karakteristik. Edhe pse domethënë njifemi punojmë bashk, po atë nuk pe livdoj në drejtim, po është I Zotit. Thjesht. Shihet puna. Edhe çat këngë ka bëu edhe definitivisht ka pas sukses. Atë po mendoj njerëz që ata tash kanë ardhur gjeneratat e reja pe knojnë nëpër lokale, nëpër kerre, po mbien rasti pe dëgjojnë radio etj etj. Deshta me dalte Xhamadani, jo po Xhamadani Kuçigjaku. Po. Naile Hoxha. Ajo këngë e viteve 60, nëse s'jam gabim, e ka bëu kur e përpunova unë atë këngë. Shumë njerëz kanë thonë, "O, është jotja, qysh?" Edhe është çuditshë, jo vetëm është këngë e vjetër. Fesha hin YouTube, sot janë kushtet mundësit. Po. Edhe I thesha veç sfokuzojmë ta kallëzojmë në këngëtarës se kur te ngon ti çka kombune, ti thash vjen në mërri. Kënga shumë e bukur, unë shumë ndoshta ato edhe si fëmijë, baba I ndjeri e kishte në kerrën kaset, edhe më flekën shpirt u kënaq. Edhe I ardhranim e bo, e këngë e bukur shumë. Edhe për këtë këngë ka pas shumë njerëz që për shembull muzicientë më kanë thonë, "Ue, tha na kishtu dhe një këngë repertoar." Po, e vërtet. Po dhe se këngë e bukur ka dalë mirë. Ja kujton. Unë pak ja kom ndru ritmin, më fal, zotëri kompozitor. Ja kom ndru pak ritmin, po desha me ndru diçka. Është mirë kur vjen stil që flan, po. Patjetër. Sa ajo këngë është perfekt. Në momentin kur buhet këtë njëj se si ka qenë, domethënë një farë forme nuk e mrin është atë. Edhe tekstet e bukura janë atë. Patjetër, shumë tekstet. Që ngon thjeshta të kapshme. Shikoj pak ta që ndisa për merak, sa ta shosi të rin shtat, hajde djalo të rin pak, hajde, unë e kresha vajzo, të rin pak e, hajde vajzo, të rin pak e. Këngë perfekt. Këngë perfekt. Okej, do të flasim pak, do me thonë, tash të sparaj, do me thonë, që am ke shkru. S'po bona kishte që e di unë. Jo, po flasim për këto 4 këngë këtu, për Zare, na ka qu Dudia, Letër, Pogonishte edhe Fustanin. Këngë do me thonë që projekti Ministrisë Kulturës, apo jo? Po. Okej. Falenderoj shumë. Unë e pëtham Ministrisë së bukur. Së bukur, po. Po, na ka nimu artistave, cilë se na gjithmonë na mësu me kritika, s'po na animon shteti, thjesht bone projektin, bone iden, qoje definitivisht ndihmojnë. Jo që është Gjemili që den televizion e tjera, shumë njerëz tjerë ka që I kom taku, cilët nuk e kanë pas përvojën teme, se ata kanë me qenë shumë të mirë, po I kanë përkra. Pse ideja e bukur ka ardhur, edhe unë kom shku me 4 këngë të vjetra,
I kom përpunu pak, edhe për fat mirë më kanë suportu edhe që mi pagu pak muzicientat, kom pas aty Agropenin, ka qenë fenomenal Artan Elshani, unë, Avniu me trumpet. Avni Krasniqi? Avni Krasniqi, po. E njofim. Unë jam rrit me Avnin, kështu që... Po, që kështu e sha... E shajna, së është problem. Unë Avnin kom punu në Big Band e kom shumë shok edhe shumë është djali mirë, edhe ju mas I penjeni në falë publikin dhe runë. është njeri mirë edhe. Lipë rejka. Kemi punu, definitivisht konga ka dalë perfekt. Besnik Boba I klarinet, Bobi jonë. Po. Ka dalë albumi shumë I bukur. Edhe kongët, përzgjedhja e kongëve, shumë e mirë. Përzgjedhja, besom jo munu 4 kongë cilat nuk kanë lidhje njëna me tjetrën. Edhe që të kom. Për shembull kjo na ka qu Dudia letër është edhe fani, edhe ka dalë kështu në latin e bukur shumë. Atë lodhim nëse thojmë hajtë edhe ato pak. Se tashti nuk e di apo të munoj aj. Na ka qu Dudia letër hajden për zeren. Na ka qu Dudia letër hajden për zeren. Thuja roni dhe boce so let vjen me seren. Thuja roni dhe boce so let vjen me seren. Na ka qu Dudia letër hajde në Gjakov. Na ka qu Dudia letër hajde në Gjakov. Thuja roni dhe boce so let vjen me motor. Thuja roni dhe boce so let vjen me motor. I djeri ka shumë edhe është kongë e mirë që na bile kemi pas edhe misafir në Oksigen. Edhe më pëlqej si kongë, me një remora me përpunu pak, mu më ka pëlqy fort, kështu që kur të pëlqen mu, unë e knashtë. Edhe e knoj. Besë që e tjerë me pëlqen. Gjithë. Unë pëlqen edhe konga Zara, shumë e mirë, edhe pogonishtja. Gjithashtu edhe Fustani. Për një me, janë kongë shumë zgjedhuna dhe kongë shumë të mira që janë po. Na e vazhdojna deri në orën 10, dhe sa të ushti do të thonë të iki punë të tua. Na kanë betë edhe pak minuta deri në fund të edicionit. Unë po besoj që tash ti mundi me performu ju edhe diçka live, ndërkohë që Gjemilit I thonë falenderit shumë që ke gjetë kohë, për një me e di që e ki kohën e në gjeshur, me që thatë për neve është knarësi kur I kemi njerëz me përvoj dhe njerëz që kanë me nga tregu. Për neve kanë shumë interesant sa do pak informacionet që morëm për shkak se ju e keni një karierë kohë gjatë dhe po besoj që keni shumë që me nga tregu, po shpresojmë që do të kemi edhe herave tjera kur je pak më I lirë. Falenderit shumë. Që e përmende në gjeshun, vetë sot e kisha në gjeshun. Kupe janë qëllojnë tajtëve dhe na. Shumë falenderit për ftesën, une bashkë me knasi, Hysenin e kom shok të mirë. Edhe me ty njifna shumë motën është s'na ka rome najtë shumë, po si një djallë I sukses shumë që e ki bo këtë studio të bukur edhe e njojmë këtë radio në krejtë. Thanks, njëri mirë. Me Hysenin kena bo muzikë edhe në Prizren, në taku jo në Frizaja, aty kena bo shere e stisene. Po. Dhe që aty bëllë, shanina s'komo. Shkomo. Okej, Gjemil, falenderit shumë dhe njerë, definitivisht unë e duna me mbyllë këtu. Po. Unë e mas folje, që a bëni ju dy, ma nuk e di. Po. Që na edhe Gjemilin e njohim prej një anës tjetër edhe si showman në skenë. Pa tjetër. Këta s'bën me lanë anësh. Pa tjetër, du me thonë... Jo, nuk është punë të qërkuzi, është shumë mirë. Unë pëlqen kur I përzim tekstet. Njerëzit që kanë një humor të mirë dhe gjatë komunikimit të dhojnë energji pozitive, besoj që janë njerëzit më të mirë që nështë na nevojitën edhe për mi pas studio. Shtu që... Ndryshë një jetë për dishmi, shumë tip nervoz. Jo. Po më pëlqen. Po e kom edhe humorin që knashna se... Pa tjetër. Që pa humor nuk ka. Nuk ka. Atëherë miq, falenderoj shumë që qëndruat me ne, unë për ju lë edhe pak me Hysenin edhe Gjemil Gjinin, ishte kënaqësi që e keshim sot në studio, I cili na tregoi për përvojën e tij. Ndërkohë që ne do të takohemi përsëri javën tjetër në edicionin më të ri të emisionit Akustik Night me mysafirin e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje. Falenderoj, çfarë shkon? Simpatike. Po duka me kënu 2 vjet. E provojmë, s'ka kaj. Simpatike je, gjitha ti ke
Plotso ma dëshirën vetëm një herë. Shtrik të quaj në shkollë, Se nevoj. e dim edhe ne, por nuk është kompliment, por që e vërtet. Ty çdo kush të ndëron, ty çdo kush të dëshiron. Vetëm 5 minuta e jo më shumë. Plotso ma dëshirën të jesh me mu. Veta kaloj sigur, Lumi shpejt, plotso ma dëshirën nga një herë. se nevoj. Simpatike je, Gjitha ti ke, plotso ma dëshirën vetëm një herë. Nis të quaj në shkollë, e dim edhe ne, por nuk është kompliment, por që e vërtet. Ty çdo kush të ndëron, pjesa ma e mirë. ty çdo kush të dëshiron. Vetëm 5 minuta, Ki qepti. jo më shumë. Plotso ma dëshirën të jesh me mu. Vetëm 5 minuta jo më shumë. Plotso ma dëshirën Gjithmonë të jesh me mu. Ka rënë me një kongë. Po, gjithë. Ata sy, po du me thonë një sen shumë interesant. E kom shok, e kemi shok Lapën, bateristin. Patjetër. Aje kalon një gjo shumë të bukur që krejt bateristat e shqiptaris, si e fillojnë muzikën, pa e bo këto se lojnë. Ata sy konga e TNT-s, pra qatë kalimin që dëgjutën fillim që e bona, ato e ka bo legjenda shoku jonë Lapa. Ata sy si haroj, kur në ty i kujtoj. Tani s'ka dilem, sytë e tu janë si ko kërrushi, Njami. që si ka kërkushi. Tani s'ka dilem, sytë e tu a ka diçka më të bukur, shikimi yt i thellë. A ka diçka më të vlefshme se sytë e tu të zi. A ka diçka më të bukur, shikimi yt i thellë. A ka diçka më të vlefshme se sytë e tu të zi. Ata sy si haroj, ku në ty i kujtoj. Tani s'ka dilem, sytë e tu janë si ko kërrushi, Që si ka kërkushi. tani s'ka dilem, sytë e tu a ka diçka më të bukur, shikimi yt i thellë. A ka diçka më të vlefshme se sytë e tu
A ka diçka më të bukur, shikimi yt I thell. A ka diçka më të vlefshme, se sytë e tu të zi, se sytë e tu të zi, se sytë e tu të zi. Smujta po atë pa duru me I edhe njerë. E kryti me barna o burë. Bash në shumë bësh zarar ka. Ej, na keni knaqë. Jo, që pe kryna. Pe kryna. A pa qenë si fol. Bojna lana. Jo, definitivisht, unë nuk shëndeta pak ma herët, po ky fundi ke shumë interesant. Me barna. Ej, Xhamil, faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve kënaqësi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ej, takomi edhe erave tjera, Hysko, faleminderit shumë. Takomi javën tjetër. Takomi përshëndet edhe Trifikun edhe Friksin edhe njerëz që na mbështesin në realizimin e këtyre emisioneve. 19 e lirona. Po, 19, Po, tamam. Po, e kry montazhin edhe ecim tutje. Që ti djeksa se bedash të bëj me. Po. Ua, që të më bëj sos aty. Faleminderit shumë. Ej, shumë faleminderit. Faleminderit shumë që shndruat me ne. Po me partnerët tonë të marketingut, ndërkohë që mos harroni nga ora 21 do të jenë në All But Gold me Donjeta Gashi. Wow.